po mbaroi seanca e 4, ku kryetari i Bashkisë Tiranës më ka paditur për shpifje. Zoti Erion Veliaj edhe kësaj radhe nuk u paraqit para gjykatës. Gjithsesi unë dua t'ju njoftoj që unë nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate dhe i kërkova zonjës gjyqtare që seanca të vijojë. Pra, çështja të gjykohet në themel, me provat që unë kam nxjerr këtu dhe i kam në dorë, dhe pikërisht u vendos që ai do përfaqësohet me avokat, nuk vjen në seancën e gjyqit, por avokati i tij do të përballet me mua dhe me ekipin tim mbrojtës. Sigurisht që do njoftohet dhe një prokuror i cili do zgjidhet me short, dhe seanca e radhës për gjyqin e themelit është lënë pikërisht me datën 11 dhjetor në orën 14:00. Dua që kjo çështje të marrë zgjidhje një herë për gjithmonë, sepse strategjia e zotit Erion Veliaj është që të më mbaj varur në gjykata, që unë të intimidohem dhe të mos flas kundër tij, por unë nuk tërhiqem nga asnjë deklaratë. Patjetër që i qëndroj deri në fund, do vazhdoj të denoncoj të gjitha padrejtësitë që janë bërë në raport të njerëzve nga ky njeri. Dua t'ju them gjithashtu që kjo quhet slap cases, që do të thotë padi strategjike për të mbajtur kundërshtarin politik, aktivistin apo gazetarin varur, që ai të intimidohet dhe mos flas kundër tij. Ai ka halle të tjera, unë e kuptoj shumë mirë çfarë problemesh ka, të cilat do marrin zgjidhjen e tyre, por dua t'ju siguroj se unë nuk do tërhiqem dhe do t'i shkoj kësaj çështje deri në fund. Dua vendim pa fajësie, pa diskutim. Prandaj çmoj që gjykata do duhet ta vazhdojë gjykimin dhe u vendos drejt sot për të shkuar deri në fund kësaj çështje.